nuk do të jetë shumë e lehtë për mu marrë me Bashkinë e Fusharësit. Shpresonte se ishte mirë kuptuar nga argumentet që thotë se kishte paraqitur gjatë konsultimeve për reformën gjatë gjithë këtyre muajve, por i zhgënjur sot e konsideron si një vendimarrje të njanshme, teksa premton se për çdo qëndrim nga ana e tij, tashmë vendimarrja i përket vetëm qytetarëve. Është një draft që është paraqit nga komisioni i një krahu. Kërkesat tona nuk janë marrë parasysh në këtë draft, kështu që ne do i tërna qytetarëve. Dukshëm i vënë në presion nga qytetarët që përfaqëson, të cilët kundërshtojnë draftin e Partisë Socialiste, Hilcuri ka dhe një apel të qartë për deputetët e kuvendit, duke paralajmëruar dhe qëndrime nëse kartoni jeshil është në dorën e tyre për këtë draft. Unë i baj thirrje gjithë deputetëve të Parlamentit shqiptar që mos votojnë një vendim i cili prek interesat e një komuniteti të caktuar, aktualisht Bashkisë Fusharësit. Bashkia e Fusharësit dhe ato do të jenë pa dëshirueshëm për komunitetin e Fusharësit në çdo lloj kohe. Nëse ato marrin një vendim për pa dëshirën e komunitetit që profesoj. Ai rëndit shumë prej pasojave negative nëse Bashkia e Fusharësit bashkohet me atë të Pukës, teksa më kryesorja është largimi i shërbimeve që pritet të sjellë dhe shpopullimin, siç ndodhi dhe me shkrirjen e komunave. Pasojat e këtij bashkimi janë katastrofike. Nëse mendoj që Shqipëria apo shteti shqiptar do të shku në Bashkimin Evropian. Sepse ne sot kemi distanca e shërbimit mes bashkisë dhe fshatrave dhe njësive administrative arrin distancën deri në 3 orë. Koha që i jep shërbimit në Bashkimin Evropian është 30 minuta, mas largimit ka dhe shpopullimin. Ai shpreson që vendimi mos të jetë thjesht politik. Dëmtimi që i bëhet Bashkisë Fusharësit me këtë reformë është edhe pak racist në kuptimin e fjalës, që tonë zonën e Veriut përzgjedhet një bashki, e cila ka forcë ekonomike, ka potenciale, kështu që mendoj që do të dëmtojë shumë edhe shërbimin ndaj qytetarëve. Hilcuri thotë se ka njoftuar bijtë e zonës në diasporë dhe banorët vendas që të përgatiten për reagime demokratike në mbrojtje të asaj çfarë e konsideron si prekje të dinjitetit të banorëve të kësaj zone.